Sikurse në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale dhe në rrethin e dytë vazhdoi fenomeni i prishjes së fletave të votimit. Nëse në rrethin e parë ishin mbi 50.000 fleta votimi të pavlefshme, në rrethin e dytë janë rreth 24.000 fleta të pavlefshme. Sipas informacioneve, vetëm në Shkup ishin 10.500 fletë votime të pavlefshme, në Tetov mbi 2.000, në Kumanov më shumë se 1.300, në Struk 1.222 dhe në Kërçov 878. Shifrat tregojnë qartë pakënaqësinë e qytetarëve ndaj ofertës politike dhe sfidat me të cilat përballet politika në vend. Analistët thonë se shprehja e pakënaqësisë është një revolt ndaj elitave politike në vend. Analisti Florian Nesimi për televizionin Koha thotë se qytetarët janë të zhgënjur me opsionet politike dhe prandaj dalin dhe bëjnë të pavlefshme fletën e votimit. Ato qytetarë të cilët vendosin që të prishin fletën e votimit janë të zhgënjur me siguri nga të gjitha elitat politike dhe mungesa pastaj është edhe e solucionit, ku kjo lidhet me mosbesimin. Ato ndoshta nuk i besojnë asnjërs ofertë politike, asnjërit kandidat dhe prandaj vendosin në atë mënyrë që të protestojnë në mënyrë demokratike. Dhe treta është arsyeja mund të jetë me këtë ato të shfaqin një dënim ndaj të gjitha elitave politike. Dhe me këtë mendoj se qytetari përçon një mesazh. Mesazhi i qytetarit është se ato ndoshta kërkojnë figura të reja politike, pastaj kërkojnë ndoshta oferta më të reja, dhe këtu me siguri se partitë politike duhet të mendohen më tepër në këtë drejtim në të ardhmen që të kishin edhe figura të reja. Mirë po jo gjithmonë, prishja e fletës së votimit përçon mesazh deri tek partitë politike, nga se shpesh kemi raste kur ajo shndrohet dhe në destruktivitet, shprehet Nesimi. Ka raste për shembull kur kjo mund të shndrohet në destruktivitet. Për shkak se kishim rastin e komunës Bogovinës, ku kishim vetëm 2 kandidat, mirë për shkak të numrit të madh të fletave të pavlefshme, duhej që procesi votimit të shkojë edhe në rrethin e dytë. Pastaj mendoj se në rrethin e dytë ato qytetarë reflektuan dhe vendosën që të votojnë ndonjërin nga kandidatët. Mirë po, ajo që mendoj se është pak më e frikshme është nëse se këto qytetarë të cilët vendosin të prishin fletën e votimit, mos jetë kjo si ndonjë mosbesim i madh ndaj elitave politike, dhe me këtë rast në të ardhmen mund të rriten këto partitë të cilat janë parti që veten e quajnë ata si anti-establishment parti, siç është për shembull rasti i Levicës, për shkak se e kemi rastin e kandidatit për qytetin e Shkupit Amar Mesinović, i cili mori një numër shumë të madh të votave, rreth 60.000 vota, dhe ajo tani pretendohet se ato votat të gjitha mund të jenë votat të atyre qytetarëve të cilët janë të pakënaqur me të gjitha elitat politike. Në zgjedhjet lokale të vitit 2021 kishte në total prej 37.859 vota të pavlefshme. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 u regjistruan një total prej 24.305 fletë votime të pavlefshme, ndërsa në zgjedhjet parlamentare të 2024 u numëruan 27.127 fletë votime të pavlefshme. Në zgjedhjet lokale të drejtë vote kishin 1.832.415 votues, të cilët votuan në 3.474 qendra votimi. Prej tyre votuan 885.085 qytetarë dhe 831.361 fletë votime ishin të pavlefshme.